cili është i zbatueshëm edhe në kornizën tonë ligjore. Kjo është evituar. Do thotë fare s'është trajtuar dhe kemi kërkesën e prokurisë speciale ku i përmbledh të gjitha pikat e akt akuzës në një dënim si total 45 vite burgim, duke kërkuar nga gjykata që të mos argumentojë ose të mos detyrohet që secilën provë cilën e ka depunuar të argumentojë si provë e cila ka qenë vërtet e bazuar. Kjo i gjithë procesi, pavarësisht që ka pasur terminologji të cilat kanë qenë papranueshme, unë asnjëherë në jetën time nuk kam dëgjuar në një proces gjyqësor, marr parasysh faktin që po flasim për i praktikës jo fort larg, kemi situatën e trajtimit punës së Tribunalit Ndërkombëtar për krimin e luftës në Jugosllavi, asnjëherë nuk është përdorur qoftë nga prokuroria, qoftë nga gjykata, qoftë nga palët tjera në proces, termi ndërmarrje e përbashkët kriminale. Do thotë, kjo ka të kalu çdo suazat edhe të aspektit të terminologjisë profesionale si prokuror, si jurist, dhe natyrisht edhe ka prek integritetin jo vetëm të personave cilët në këtë rast të akuzuar dhe ish-krerëve të ushtrisë shqiptare, por ka lënduar një popull të tërë. Ka lënduar qytetarët e Republikës së Kosovës, ka lënduar 20.000 gra viktima të dhunës seksuale dhe trajtimit njerëzor nga forcat serbe, ka lënduar gjakun e familjeve të dëshmorëve, ka lënduar ato familje të cilat kanë humbur më shumë se do të thotë njerëzit e tyre gjatë luftës. Kemi sot kemi zyrtarisht më shumë se diku 13.000 viktima të luftës, përjashto faktin edhe personat e zhdukur. Do thotë gjitha kjo ka qenë tendencë që të hiqet vëmendja nga i gjithë procesi dhe thelbi dhe